Në një intervistë të veçantë në emisionin e televizionit të UTA Thesarët e Traditës Son, kemi folur me zyrtarin e trashëgimisë kulturore Gazmend Kovaçi, në veçanti për folklorin e anës së malit, për dallimet nga zonat e tjera shqiptare. Ai ka theksuar se elementet si vallja, këngët tradicionale dhe ritualet familjare vazhdojnë të mbeten zemra e identitetit lokal. Ndër të tjera e gjithashtu kanë nënvizuar rëndësinë e instrumenteve karakteristike që shoqërojnë muzikën e kësaj treve, si dhe motivet e veçanta në veshjet popullore që shpesh tregojnë histori dhe prejardhje familjare. Një pjesë të kësaj interviste ne po e shkëpusim sonte në Kronikën e Ulqinit. Nëse do të shpjegonim disa veçori, cilat janë veçoritë e folklorit të anës së malit? Çfarë përbën? Po është e gjithë hapësira, do thot, pjesë e cilët shtrihet zona e anës malit, është një trevë e begatë dhe cila përfshin pothuajse të gjitha elementet e trashëgimisë kulturore, me qenë se shtrihet në mes të një zone e cila është në kontakt vazhdueshëm dhe komunikim të vazhdueshëm si region i asaj që njihet në, mund të themi tash gjeografikisht, mund të themi baseni i lumit Bun dhe gjeografikisht përfshin një hapësirë e cila është në mes të qendrave të mëdha, siç është Ulqini, Shkodra, Tivari, dhe duke qenë një hapësirë dhe një treve të tillë, padyshim se përfaqëson pikërisht të gjithë trashëgiminë kulturore e cila në gjithë të hapësirë është shumë e begatë. Dhe në rrjedhë historike, duke pasur tani edhe rrjedhën historike, në gjithë të hapësirë që janë këto qendra të mëdha, jeta vazhdon në kontinuitet me mija vjeçar dhe në këtë kuptim ka shumë vlera, ka shumë veçori që duhet vazhdimisht të studiohet dhe të trajtohet që në mënyrë që të kuptohet sa më tepër. Çfarë veçon, më përmende ku ndodhet gjeografikisht? Çfarë veçon anën e malit nga, le të themi, pjesa tjetër shqiptare në aspektin folklorik? E veçon që është thellësisht pjesë integrale e trashëgimisë dhe kulturës shqiptare. Është pjesë e pandarë e kulturës shqiptare dhe është tipologji e mirëfillt shqiptare. Dhe në këtë kuptim të është niancat që vijnë dhe marrin formë në treven anës së malit janë ato të cilat i karakterizojnë reliefi, me qenë se reliefi dhe, si thush, vetë folklori, vetë kostumografia, vetë trashëgimia, vetë instrumentet janë detyrimisht lidhura me reliefin edhe me vendin, edhe është një folklor edhe është një trashëgimi e cila lidhet me zonën fushore dhe me zonën malore, me qenë se i ka të dyja, do thotë se të dyja hapësirat, dhe zona fushore pastaj ka dhe veçoritë e ujit, e cila është lumi Bun dhe liqeni, dhe zona malore po kështu është mjaft e kombinuar dhe në këtë sens, në këtë relief apo në këtë, si thush, ambient natyror, pastaj e kuptojmë se sa larmishe është edhe folklori. Dhe në këtë kuptim pastaj edhe vetë Ulqini, për shembull zona e qytetit Ulqinit, apo zona e Krajës, apo zona e Shkodrës, dhe të gjitha kanë pastaj pikërisht këto veçori të mëdha të trashëgimisë, sepse vetë reliefi edhe vetë zona krijon larmi shumë të madhe. Tashti, ajo që është, po të kthehemi tani te ana e malit, ajo që është që bën përshtypje dhe bën bujë, do të thotë kështu çdo herë në prezantime, normal se është kostumografia dhe kostumografia cila është shumë kështu në cilën vërehet e gjithë ta specifikojmë. E gjithë tradita kostumografisë shqiptare flet për një traditë urbane dhe qytetëtarie të lartë. Jemi duke folur, do thotë, si trashëgimi etnokulturore, do thotë në përgjithësi, dhe në veçanti tani në anën e malit pikërisht shihet ky element i qytetarisë urbane të mirëfillt, po kur themi urbane kemi të bëjmë me një jetë të urbanizuar.
Do thot kur shoqëria jeton në një platformë të organizimit të rrugëve, të sistemit të urban të lagjeve ku banon, të konceptit urban ku jeton, të kushteve urbane brenda vendbanimit, do thot me ujë, me gjitha ambientet e jetës, pastaj edhe me atë që quhet zonë me të ngushta urbane, me qenë se me gjithë hapësirë është edhe qyteti i vjetër, do thot lokaliteti arkeologjik i Shasit, ku janë strukturat urbane, kështu në kuptimin si e themi në ngushtë, po kuptimi urban është kuptimi se në cilë nivel jeton edhe është strukturuar jeta e lagjeve dhe e njerëzve. Atëherë, nëse marrim fustanin e bardhë të grave dhe të vajzave të anës së malit, do thotë gjerë në fund të këmbëve plotësisht i bardhë, do thotë është për ta kuptuar kështu më thjesht ndoshta është fustan sallonesh, se një fustan i bardhë gjerë në fund këmbëve, plotësisht gjerë në fund këmbëve, vjen për trashëgimi e mirëfillt konceptualisht do thotë e modelit të asaj që mund të quajmë kështu të modelit me reprezentativ të ambientit dhe në një kuptim tani kështu se si është strukturuar duhet të ketë edhe kushte, sepse një fustan i bardhë gjë në fund këmbëve do thotë në përditshmëri është shumë element që bën përshtypje, sepse pastaj kur dalim në zona ndryshme, për shembull kur dalim nëpër qendra të mëdha, për shembull evropiane ose kudo, ai është që një fustan i bardhë gjë në fund këmbëve i bardhë do thotë ai flet për pastaj elementet të pafundme të trashëgimisë. Elementi që e kanë gjithë trevat shqiptare, po them, po që Nant Malit është shumë tipike dhe tipologjike, do thotë ky element. Me çfarë plotësohet kjo e bardha? Me çfarë plotësohet? Po tash është momenti me i gëzueshëm, me fisnik edhe me i koncentruar drejt jetës dhe drejt bashkëkohores. Nuk është e kot që do të ngjyra e bardhë është çdo kënd në fustanet edhe në kostumet tona dhe kostumografinë etnokulturore do thotë tonën dhe e bardha është edhe në ceremonitë si thua ose në nivel universal sot edhe fustani i industrisë ose i martesës është i bardhë gjë në fund këmbë. Do thotë është e pamundur nëse duam të kemi prezantimin e plot të dinjitetit njerëzor, mendjes njerëzore dhe korrektësisë dhe asaj që quhet si thua kështu i dedikuar për një jetë të dinjitetshme. Dhe kur them për një jetë të dinjitetshme atëherë kemi edhe ekonomi dinjitetshme, edhe punë dinjitetshme, edhe kulturë dinjitetshme, edhe libra dinjitetshme, edhe tema dinjitetshme. Do thotë është një lloj përfaqësimi i tillë. Dhe pastaj shkon me mentalitetin do thotë piksoj shkon me mentalitetin pastaj e filosofisë e krijimit të këngëve dhe motiveve. Dhe në gjithë këtë tre, do thotë edhe në Nant Malit pastaj motivet janë shumë mbreslense. Kjo ishte vetëm një pjesë e shkurtër nga intervista jone plot. Për të dëgjuar më shumë rreth elementeve unike të traditës, veshjes, muzikës dhe rolit të shoqatave kulturore në promovimin e anës së malit, ju ftojmë të ndiqni intervistën e plot në kanalin zyrtar të televizionit Teuta në YouTube.